Emërimi i diellës si e para ministre e krijuar me inteligjencë artificiale u bë sensacion në vjeshtën e vitit të kaluar. Në mediat ndërkombëtare u trajtua si risi dhe luftë ndaj korrupsionit, e në median shqiptare për sfidat ligjore të një ministri artificial dhe përgjegjësitë që duhen mbajtur në emër të tij. 6 muaj pas emërimit të ministres diella, një padije aktores Anila Bisha, imazhi dhe zëri së cilës janë përdorur për t'i dhënë jetë ministres, kërkon të pezullojë ministren më të re të qeverisë, që ironikisht nuk duket se kërkon as interpretim nga gjykata kushtetuese. Në dokumentin e siguruar nga News 24, thuhet se kërkohet marrja e masës së sigurimit të kërkespadisë, duke urdhëruar palën e tretë që të mos përdor të dhënat personale, imazh dhe zë të kërkueses Anila Bisha, në lidhje me krijimin e avatarit të ministres për inteligjencën artificiale, deri në përfundim të procesit gjyqësor. Kontrata e aktores i hap udhë vetëm shërbimeve të e-Albanias. Kur diella e e-Albanias u bë ministre, Bisha jo vetëm nuk u pyet dhe as nuk ju nënshtrua një procesi të ri kontrate si imazhi i diellës së rritur në detyrë. Përkundër perceptimit të parë të përdorimit të imazhit dhe zërit, institucionet kanë shkelur jo vetëm të drejtën e autorit, por praktikisht duke e patentuar diellën, pothuaj kanë hequr të drejtën aktores Anila Bisha, ketë zërin dhe imazhin që ka. Në dokumentin për sigurimin e kërkespadisë, në këtë fazë, Bisha vlerëson se si rrjedhoi e veprimeve të palës së tretë. Asaj i është duke ju shkaktuar një dëm i madh, i menjëhershëm dhe i pakthyeshëm.